programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Si dokument. Kažem maksimum. Добър ден, господине. Вашата возачка и съобщайна. Благодарам. Ju mendoni që asnjë qytetar nuk lidhet kur Jo, janë këmë gjatë kur kush lidhet. Shikues të nderuar të televizionit News, sot do të kemi një ditë ndoshta pak sfiduese për neve, por një ditë e zakonshme për policinë e qytetit të Kumanovës. Jam këtu para stacionit të qytetit të Kumanovës, ku do të kalojmë edhe një ditë të zakonshme me patrullën policore. Unë shpresoj që ju ta pëlqeni sot këtë ditë dhe ta shijoni bashkë me ne, sikur një eksperiencë e re edhe për neve, gjithashtu edhe për ju. Komunikacioni shihet që është i dendur sot dhe mendoj që kemi shumë çka për të pa gjatë ditës. Ne do të ndalemi në një pikë të caktuar për të përshkuar gjithçka se si ndodh një kontroll policor brenda një dite. Zakonisht, policët vendosin edhe një pikë të caktuar se ku do të bëjnë kontrollën e tyre rrugore. Momentalisht shohim që sapo ka ndalur një qytetar për ta kontrolluar rreth rregullave të komunikacionit. E shoh këtu që tash po bëhet kontrolli ku policia merr edhe informatat që i duhen rreth qytetarit. Përderisa njëri polic vetëm i merr informatat e njërit, tjetri mundohet të marrë edhe informatat nga qytetari tjetër që është ndalur pak më poshtë. Tu kemi edhe policin tjetër, i cili është duke u marrë me një qytetar tjetër rreth rregullave të komunikacionit. Unë ju uroj fat që mos të ketë ndonjë shkelje komunikacioni apo diçka që prish dhe than rregullin. E vërej gjithmonë që është një farë kujdesi më i madh kur shohin policë rrugës dhe qytetarët janë vozitës më të ndërgjegjshëm në ato momente. Kjo është diçka që duhet të pranohet. Ja dhe një qytetar tjetër për të kontrolluar. Siç duket do të bëhet edhe një kontroll më i detajuar në rastin e këtij qytetarit, po kontrollohet nëse ka ndonjë pajisje ose ndonjë gjë, nuk e di, në veturën e tij. Zotëri, unë e parë që sapo unë dalet nga policia e qytetit tonë, unë thjesht dasha të di nëse ke ndonjë përshtypje për policinë, a mendon se janë të dedikuar tamam në punën e tyre? Po, sigurisht. Janë të dedikuar, janë të rregullt, e kryejnë detyrën me rregullsi, me dashamirësi, edhe jena të kënaqur. Ju personalisht a ndiqni rregullat dhe respektoni policinë tonë? Po, sigurisht që po. Rrugë të mbar ku do të jeni nisur dhe faleminderit shumë. Kalofshimin. Faleminderit. Sigurisht sot është një ditë mjaft e nxehtë dhe është një ditë mjaft e lodhshme edhe për ta. Po e shoh që këtë punë e dëshirojnë dhe vërtet e bëjnë me qaf. Okej, siç duket policia këtë radhë ka ndalur një mërgjimtar, të cilët normalisht që janë të rregullt në komunikacion, uroj ta zbatojnë këtë ligj edhe këtu sikur në vendet në të cilat jetojnë. Kështu që të shohim. Mirëdita, a jeni mirë? Ju jeni nga? Nga Slupçani, po kështu i shoh targat janë të vendit tuaj?
Ke shumë mirë, keni ardhur në pushim? Po, në pushim. Unë e parë që ju ndaloj policia, çka mendoni për policinë në Maqedoni? Policia Maqedonisë kanë drejtë me të nërë. Pse? Përse që ja shpejtësi, ja kontrol, pa leje, asi, më vën keq mua që sinalin do pa leje, pa regjistrim. Po ndoshta qëllojnë edhe ata, nuk e dinën me në që policia është një të ndershme dhe... Po dënime, po. Patjetër që po, dhe ne mundojmë t'i ndikim. Çka është dallimi mes policisë ku jetoni ju dhe policisë në shtetin tonë? Pa kjere, agje s'ka kontrol. Il bet shkon që 40 vet diher në kanal. Edhe natën në kanal e kam qitë një otonë cili, ora 3 në kanal, më kanë kontrolu edhe kur shumë. Janë shumë. Mendoj që ata ju besojnë juve se ju ndjekni rregullat. Me rregullat morëm me le, me këtë karver, po që qëta po. Krejti keni. Dhe ju këtu e ndiqni rregullin dhe ligjin njëjtë sikur atje? Po. Sigurt? Se ka drejta me të nalë, që shtu kam dalë kontrol, dhe në kur shumë. Po, patjetër. Faleminderit. Të uroj pushim të këndshëm dhe kalofshi mirë. Tash jemi nisur rreth fshatrave të komunës Likovës, ku realisht le të themi që shpesh ndodhen edhe aksidente nga pakujdesia e pozitjes së qytetarëve. Unë uroj që kjo ditë të mos jetë një nga ato ditët dhe uroj që sot qytetarët janë më të vëmendshëm për të mirën e tyre dhe ikjes së dënimeve. Kjo zonë njihet si një nga zonat ku është më e frekuentuar nga kontrolla policore. Dhe ja, me njëherë kemi dikë i cili do të kontrollohet. Kjo pjesë njihet edhe si një nga pjesat ku aksidentet janë të shpeshta fatkeqësisht dhe për atë arsye kontrolli ndoshta është më i shpesht edhe është më i rrept në këtë zonë sesa në zonat tjera. Ja, pra si që edhe e shihni, kontrollet janë të vazhdueshme, policët mundohen që të kontrollojnë nëse çdo qytetar ka dokumentat e nevojshëm normalisht edhe nuk është duke shkelur asnjë ligj të komunikacionit. Ja, edhe dy vajzat të cilat janë ndaluar, unë mendoj jo në përkraje të vajzave në këtë rast, por gratë në përgjithësi janë më të kujdesshme në komunikacion, pavarësisht nëse ekziston ajo ideja që gratë nuk vozisin edhe mirë, nuk është e vërtetë. Unë do kaloj rrugën për të parë se çka po ndodh momentalisht në një kontroll të cilën po e bën polici. Urojmë që të kësaj herë gjithçka të jetë në rregull. Unë jam duke u lutur në të mirën e qytetarëve dhe vozitësve që do të kontrollohen sot. Kemi një problem në lidhje me rripin e sigurimit. Qytetarë, ju lutem, vendosni rripin e sigurimit përderisa vozisni. Jeni të sigurt ju, jemi të sigurt ne, janë të sigurt policia, janë të sigurt çdo kush në komunikacion, kështu që ju lutem të jeni më të vëmendshëm, sepse do dënoheni. Gjithashtu kemi disa informata nga policia, nga stacioni policor, që tani më rregullat e komunikacionit edhe janë rreptësuar më shumë. Le të themi që nëse njëherë dënohesh do të konsiderohet si vepër penale e cila do të paguhet me një tarif të caktuar dhe një shumë të caktuar monetare. Mirë po, nëse në këtë rast nuk paguhet ose do të jetë ndonjë vepër penale e dytë, atëherë do të ketë dhe do të parapri një burgim për ju. Kështu që ju njoftuam ne si Televizioni News. Mirdita, a jeni mirë sene? A ka mundësi dokumentat? Ose po e mund. Добър ден, господине. Вашата возачка и съобратяйна. И съобратяйна от возилото.
Благодарам. Askush nuk na detyrohet neve aq sa I detyrohemi ne shtetit tonë, duke mbajtur përgjegjësi për çdo veprim që bëjmë, duke mbajtur përgjegjësi edhe për rregullat në komunikacion e sidomos për çdo thyrje ligji. Unë sot, siç e pat, isha tër ditën me 2 policë të cilët na nderuan dhe na treguan gjithçka rreth një dite të zakonshme të tyre, siç e kanë në fillim. Për ta është e zakonshme, por unë e pash që është vërtet një sfidë të merresh çdo ditë me qytetar, të cilët thënë ose nuk thënë ligjin tonë. Qytetarë të nderuar, uroj të jeni më të ndërgjegjshëm, të respektoni rregullat të cilat çdo shtet ka, sidomos shteti jonë, për një qytet më të mirë, një shtet më të mirë, ne të jemi njerëz më të mirë dhe sigurisht puna e policëve të shtetit tonë të shpërblehet më mirë.